Reshit e shiut regjistruara mëngjesin e sotëm duket se i kanë trembur pushuesit në plazhin e Durrësit. Shumë çadra e shezlonge ishin të mbyllura, ndërkohë që numri i pushuesve ishte shumë i kufizuar krahasim me ditë më parë. Por kushtet e papërshtatshme të modit nuk janë i vetmi problem për pushuesit që po frekuentojnë plazhin këtë fund korriku. Vijez bregdetare i mungojnë pushuesit tradicional nga Kosova, por dhe ata nga Maqedonia e Veriut. Rënia ndjeshme e euros dhe rritja e çmimeve duket se janë faktorët kryesor. Çmimet tani, çmimet shtrenjtë janë, po i përballojmë ç'do bëjmë. Po, më pak. Po pse, sipas jush? Po ku dihet, çmimet ndoshta, çmimet janë. Kryesor janë çmimet. 10%. 10-15% më shumë. Më e vërtetë, më pak. Edhe unë nuk e di, më duket se i ka hek më shumë Gërkia, më rrosht. Për pushuesit e huaj, por dhe ata vendas apo emigrantët, Durrësi mbetet ende një destinacion mjaft i mirë për pushime familjare. Plazhi i Durrësit është i preferuar, pothuajse çdo vit tu vi. Sot më pëlqen më shumë nga këto dallgët. Si janë kaluar? Edhe sa ditë u bën? Shumë, një javë. Në krahasim me vitet e kaluara, çfarë shihni diçka më ndryshe? Diçka më ndryshe, pak çmimet. Jo se lëvizin shumë, po ka një ndryshim të vogël në rritje. Kam një javë, po rritë një javë tjetër. Besoj se po i shijoni përderisa të qëndroni një javë. Po i shijojmë, patjetër që po i shijojmë, po është problemi i kushteve këtu. Çfarë duhet përmirësuar? Si që shikon? A i shikon, ka vend për publikun këtu për të ndendur? Ja, është shumë pak, ja, bosh. Kështu janë, kanë qenë të javë. Edhe vite djerë, se bosh. Do të qëndrojmë 8 ditë këto. Kemi ardhur nga Slovakia. Na pëlqen Durrësi në këtë periudhë. Ka shumë njerëz, është i zhurmshëm, por ka gjallëri. Ushqimet dhe çmimet këtu tek ju janë shumë mirë krahasuar me vendin tim. Kemi ardhur për herë të parë në Durrës dhe do të qëndrojmë 7 ditë. Ne vim nga Rumania dhe po kalojmë shumë bukur këto. Është dita e 4 që po frekuentojmë plazhin. Zgjatja e sezonit pritet të amortizojë disi humbjet financiare të strukturave akomoduese, por dhe njësive të shërbimit që lidhen drejt për drejt me sektorin e turizmit. Vite më parë, bumi turistik përqëndroi në muajt korrik dhe gusht, por ky trend nuk po reflektohet këtë sezon, duke trembur më së shumti të gjitha strukturat që ushtrojnë aktivitetin vetëm për gjatë sezonit të lartë.